Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Ja, ma janë dhe përshtetës sigurisë që nuk mbahen, po një xham një gjë, temperaturat e larta. Me flak fare na. Ky ishte insulti më i mirë. Intro. Po jo, mos. Edhe për mira angëzime, shqyr. Nëse mblodhëm që mblodhëm, u bë cako. U bë cako. O, të thoni jo. U bëre. S'ka ardhur më parë. Po është vështirë të gjendesh mes flak. Ç'a bëhen? Neve sapo pam një video miq të Poliçanit. Që po DJ ish kombinati i armëve. Sa herë ka një zjarr pyetje parë që bëhet, ishte me qëllim apo ishte nga natyra? Tani si lind zjarri nga natyra? Një pyetje në staf. Kur bie rrofeja. Sa kohë ka parë në Shqipëri? Më shiko, ka dhe zjarre në kohën e verës, për shkak temperaturave, tip ai xham, ai gjë nuk e di. Po këte shfrytëzojnë këta që bën zjarre, se thonë është nga natyra dhe hapet më shpejt. Mos e analizuar unë se sasija e zjarrave që nuk janë të krijuara nga njeriu fillimisht në mënyrë apo në një tjetër është kështu, më pak se 0.01%. Pastaj është edhe shpreha tjetër që nuk bie rrofe në hale, kështu që Mos e ka zjarre, se ka dhe zjarre, më ndodhin. Jo se Poliçani është hale, po që bombla gazi. Pikërisht, e kupton, po nga bombla gazi pra duhet të jetë është gjithmonë një katalizë njerëzor. Zjarri në natyrë, domethënë si në kohën e qemodit është ose ta çoja i lartë se nuk e di, keni bërë shumë fraternizing ose Sodoma dhe Gomora. Ose Sodoma dhe Gomora ose nga një rrufe në stuhinë gjëra. Kur e çuditshme, nuk e di, po vajt në një mendje po. Shkoj kështu zjarret më dhaja, shikon ande nga Kalifornia, nga po themi maja e qytetërimit. Shikon zjarre shumë të mëdha, e mendon si kemi gjetë anën këtij zjarrit, si ka mundësi që ne kemi gjetë kaq shumë gjëra kemi zgjidhur me shkencë, me teknologji, me lloj smundjesh kemi shëruar. Edhe kur bie ai zjarri i madh ngelemi kështu. Do ja marrësh në një çik letër alumini, ta vëm te koka. nga bie zjarri. Me dashje më vërtet, nuk ka, është shumë e vështirë. Te kuptoj unë çfarë po thua ti, që bëhet me dashje. Po si nuk gjendet zgjidhja që të shuhet. Se nuk ka. Po zgjidhjen e ka pasur indigjenët e Amerikës në gjithë kohës kur bënin digje të kontrolluara. Akoma, domethënë ajo, domethënë kur bie zjarri, ajo që bëjmë ne me helikopter, shajmë në një çap ujë. Edhe duket për shtym, po. Të gjitha po si kështu si cerka, si sound day. Jo, ajo është shumë në fakt se helikopteri mban. Po kur e shikon nga larg kështu, duket si një kështu një gjë e vogël. Ndryshon shumë pak. Që vetëm në rast se ke një helikopter, zjarri akoma në poshtë. Si fenomen. Sepse akoma sot tjetër nuk merret seriozisht, domethënë Greqia edhe Turqia këtë vit edhe vjet, po këtë vit domethënë për provojnë në mënyrë përsëri, fal disa ndryshimeve, për shembull e di që Greqia ka më mirë përgjigjen këtë vit se sa vjet, sepse u dogjën literalisht, u dogjën vërtet vjet domethënë dhe e pan, po që në to shkon në emër të këto environmentalism. Çai bën në shqip environmentalism. Në emër të ambientalizmit, për shembull, ne kemi hequr shumë gjëra, shumë mënyra, domethënë që bënin në çobenrit, në labëri, djegje të kontrolluar, të infartoke ku ka lënë të gjethe deg të vjetra të djegura, domethënë që kalojnë një far kohë dhe janë mbi tokë, normalisht nëse nuk proposin duhen djegur sepse ajo është barudlla. Ka mjafton një bish cigare. E kemi skamur art pariu dhe atë. Kërkojnë çobenrit, kërkojnë. Po do lë lekën për zotin, do vjen e parasysh ato tu jerisin Dagestan në Ferget. Tani do e kthejmë ikim nga Vlora, 2 vite çopam, vllai, merr 1,5 milion lekë. 2 vite në kuç. Dhe për shembull, ore qetësohesh shpirtërisht ore. Nuk ka më argumente, dërgove emailin se dërgoj me vetë një pastrim. Po ç'a thua shpirtëror. Argumenti më i nxehtë është banashke, hajde. Ajo është. Domethënë kjo bariu si punë është në vend të jogës, domethënë kështu 2 weeks relaxation. Yoga, çfarë është yoga para ti? Po plak bari, ti je bari është punë, domethënë është ti je monk, spektakël. Ti e ke shumë bilionera vënë nëpër vende kështu, domethënë vetëm që ti mëson si e bari, e kupton, paguajnë. Ti ke në Itali të vjelësh ullin, valla ishte një eksperiencë, kishte parë Lucy para ca kohësh, ishte një eksperiencë të vjelësh ullin në Itali, domethënë do të paguash 5.000 euro.
Të vjelësh ullirin, ta çush aty si shkëllat, e kupton ta bësh. Kjo që bëj rëndon, ma, para 100 vitesh. Po Që- para tek Ore që ata që bëjnë me lek marrin 500 euro në muaj, e kupton? Mua është 5000 euro për të vesh 2 javë në Itali të vjelësh ullinj. as po vjakson italianë, ha? Jam zgjuar. Është një lloj kthimi në bazë, do mundohet shoqëria mbasi eci me vrap, fut Dale. ai do prit një herë thotë. Prit të them shik mbrapa. Po realisht s'ke ku vetëm. Ku do vesh? Për të përgjigjer pyetjes së zjarrit, jemi të impenjuar me shumë gjëra të tjera që në fakt nuk kanë rëndësi, dhe gjëra të tilla domethënë që kanë jashtëzakonisht shumë rëndësi, e kemi lënë pas dore vetëm domethënë që pa mos e të jeton në katën e 27 një pullë, kupton çfarë të intereson ty, janë njerëzit shumë të e anashkalojnë shumë të faktin, sepse nuk jetojnë në bazë të natyrës, nuk ja dinë më vlerën e natyrës, e shikojnë vetëm si një piknik në fundjavë, si punë argëtimi. Natyra është luks tani. Për si luks. Pikërisht, pra. Kemi një shtëpi në fshat, është Ku po pasur. po shkon kjo bot, nuk e di as vetë ai, e kupton? Që ata që ishin në fshat edhe para 10 viteve, donin të shkonin në qytet, se i dukesh sigurisht që gjithë tani është luks, Tani është edhe kthyer në trendi. luks. Është kthyer trendi sepse jeta fshatare ka ndryshuar, s'ka më fshatar. Si herë i vonë. Sepse globalizimi ka bërë atë që çdo gjë është industrializuar, çdo gjë është globalizuar edhe domaten edhe kastravecin edhe bostanin në Shqipëri nuk e bën fshatari, edhe pse e normal që një pjesë mbetet. Po që e bën biznesmeni, ai që importon nga Keni vënë sa shumë ecin to ferma, to restorantet në si punë e mrizit që janë shumë tani në Shqipëri, punë e këtyre. Edhe vinë shumë të huaj, shkojnë tek këto, agroturizëm po, vinë shumë të huaj që shkojnë, shikoj shumë në YouTube, tip blogera ashtu dhe u duket në një gjë shumë e madhe. Kjo farm to table cuisine, sa quhet kjo domethënë që atyre duket në një gjë, atyre duket në një gjë e madhe, në një gjë Ka qenë jeta ime 18 vite që kam qenë në Po Shqipëri. pra, ajo është normal. Ne e diam më normal, atyre duket në një gjë kështu. Një gjë jashtëzakonshme. Ka qenë jeta e gjithë neve, ose edhe ime ka qenë, biles ka qenë ndoshta perioda më e mirë më e mirë ushqyer jetës time. By a fucking landslide, like, edhe mendërisht. Po tregon sa para që më shumë se ç'duhet ka shkuar edhe te bota perëndimore që ka shkuar, do të thënë Sa shumë stacione ka domatja derisa të arrite. Ai kushuriri im është në Amerikë, tha merr ilaçe, është bualla. Po si mos marri. Po si mos marrë sepse domate që haj është plastik. Kështu që ai për të marrë. Edhe në Shqipëri kanë filluar Vitaminat të nevojshme do të marrin. Kalon shumë faza dhe nuk ke sigurisht, është edhe psikologjike ndonjëherë, se çështja është ulesh në restorant aty, e shikon aty në krahun tënd domaten që bëhet, edhe është thjesht psikologjike, është pak efekt placebo ajo që Është. se e shikon aty thua nga aty e merr sjell tavolinën. Po vakis është një domate që është atje, sa ajo mund Është mundësi është, po edhe posisht aty duket sikur është, kështu që është pak ky. Një pjesë e mirë, domethënë thjesht e kanë kështu fiktive në Shqipëri, domethënë ka shumë, po patjetër, patjetër. 40% që i ka është 100% e sigurt. Një 40% që bëjnë kështu këto, e kam parasysh kanë një kodër, një gjë përballë që duket bukur. Po. Edhe çdo gjë tjetër është. Unë shumë kam dëgjuar që Sa për Instagram. këto çka janë shumica e peshkut që ne ham, nuk është nga deti jon. Shumica. Ka edhe nga andi, por shumica vjen nga me tonelata nga Azia ose nga nuk e di, nga Brazili, nga Po peshku nuk e di, vllai se Rozafa është goxha larg. Jemi në tent shumë, sepse pikërisht dje unë isha duke zgjedhur tunfish, domethënë ato kavanozat e tonos. Edhe shumë e rëndësishme në fjalë zona FAO nga e cila këto vinë, ku po shkohen. Edhe tani unë duke qenë çik si zgjuar kështu si tip kurioz, po shikoja zonën FAO edhe ishte zona FAO 51. Shikoj unë aty në chat se tani është për miku pandashëm. Edhe zona FAO 51 është zona e Oqeanit Indian. Po. Edhe thotë që është shumë, me fjalë, është e rekomandueshme që mos të konsumohet tuna, me fjalë tonfish nga kjo zonë sepse është shumë i ndotur. Kështu që thash me vete, po tani ç'a do ham? Ç'a do ham? Edhe thoshte që zona preferuar me fjalë X e Y, thoshte që ishte zona FAO 27, nuk e di, që ishin ca zona, do thënë që vërtet kanë një
ton fish cilësor, por që Po, atje vjen Rio Mare Pate. Po është gjuna në Shqipëri të edhe vi, detyrat janë shumë të domate ndotura dhe tepër nga jashtë ose vi peshku nga jashtë, vi pulat vinë nga Brazili kam dëgjuar. Do thënë vinë Kozvino salmonella nga Afrika. sa popull jemi ne të paktën për konsum të brendshëm, në gjuna mos kemi pula. dhe shikon këto video që shalqiun lushnjë që kalbet au mollët në qepët në Korçë, më duket që i hedhin Edhe qepet vjen nga Maqedonia. i hedhin kanal. Literalisht gjysmore lart. Gjuna, domethënë kaq që vështirë është. Po ti ke çmendurin vëllai që ka qenë që kur kemi qenë nga 5 vjeç në 6 vjeç, domethënë vjen vit i ri, portokallat në treg nga janë. E la sto pa pure file, mor nga Greqia. Kupton që ka portokalla në Shqipëri vëlla. Kupton që ti biesh njëri nga koka ta shkelesh me këmbë ka portokalla në Shqipëri domethënë. Vaj ulli vjen nga ulli nga Greqia. Ulli nga Greqia. Pse? Vaj. Edhe ulli nga Kreta. Ulli Berati. Ulli nga Kreta, ka që në Kretë domethënë bie një pikë ujë njëre ka i shkuar ulliri më shumë ka bërtham se sa tul. E kupton? Vjen ulli, vaj ulliri nga Kreta është i vaj guzhunjeta. Vaj ullin e Kretës që është i holl kështu si i verdh. Shumë nuk shihet më pse. S'është më vetëm Berati, është gjithë jugu ka ullin ka organizimi fundi mëse. Fakti që këto hidhen ose ikin nuk ka shumë, domethënë s'ka treg, nuk ka një lloj koordinimi që ai Korçës ta shesi atë dhe mos i shkojë dëm. E kanë faj njerëzit, po është edhe Edhe t'ja blesh shtetja, nuk e di një gjë, domethënë duhet Ka një problem rregullator aty dhe një problem organizator, sepse në çdo shtet tjetër europian, ai fshatari që subvencionohet, ai edhe garantohet për produktin që do të shitet. Atë mos ai nuk e bën më pastaj, është gjuna. Po, normal. Ai nuk e bën më, nëse ai hedh në kanal mollën apo çep, ai nuk e bën më. Edhe pse fqinjet tanë grek dolën me një super skandal për sa i përket fondeve për bujqësinë. siç dolëm ne para 2 vitesh që na u hoqën fondot fare. Ne nuk kemi të pak se të njëjtën gjë e bërëm ne pa që në Europë akoma. Imagjino të futesh në Europë dhe të marrësh fondet më të mëdha. Kështu që ka shumë probleme aty brenda që ka shumë individ të kalbur edhe të hetur për akoma për lek edhe për Jo më të shnen Shqipërinë. Çfarë thua ti? Mos përhap kështu teori konspirative tash. E ke parasysh janë ato komplekset e mia. ne jemi Pellazgo Ilirian plak. Ne kemi krijuar çdo lloj civilizimi në gjithë botën. Tash si ngemi me prerë nga fshati që jam, domethënë problemi, domethënë i parë, shumë diskutohet është ajo shtatiu. Ne të tre që jemi 3 fshatar, secili me nga 10 rënjulli, jemi komplet ignorant, edhe të tre mundësisht kemi natë njëri tjetrin anasjelltës. Domethënë që nuk bëhemi asnjëherë bashkë, nuk blejmë një fugon të tre bashkë në vend që të vijë filani nga Tirana apo nga Kosova apo nga Rusia të na e blej. Për 1000 lekë nuk blejmë dot në merhumat. Një fugon ta vend tash si vetë me 2000 apo me 3000. E ke parasysh këtu fillon e para. Unë vlonjasja përzgjedh atë ullimin tim me ullin e Beratit tani. Vjen keq. Që këtu fillon. Është ulli inferior, edhe për mirë, imagjino ti ishte më i keq. Çfarë i bëj? Më shumë s'duam njëri tjetrin. Ky është problemi i parë, po problemi më i madh, domethënë që ka pasoja vizive, është ajo që Shqipëria nuk bën, që vetë të tjera bëjnë. Në Gjermani që të futesh patate për shembull, nga një vend tjetër ti të paguash taks. Sepse ka Gjermania ka prodhim patate të fuqishëm vetë. Sa ishte 3-4 gjëra kanë. Laj thaj. E kupton patate ai mbron produktin e vet. Patate, mish, është ai mbron në vet. Normalisht të bëri dhe. A do futesh ti nga një vend tjetër që e ke prodhuar në një vend që nuk ka rregulla, ka parasysh ke leshë presh, pak rëndësi ka. Ai thoshën, nëse ti do ta futesh vëlla po, do të futesh me tregun që është këtu. Patata ajo do nëse patate e filanit është 10 euro dhe ai filani është këtu, Hansi që ka fushë me patate, e shet kartofel GmbH. Hans kartofel GmbH e shet për 10 kg 10 euro arkën domethënë. Ti do shes 11 valla. Po deshe. E vërtetë. Ose nëse çdo po me tarifë valla. Normalisht, po se e bëjnë të gjithë valla. Vetëm Shqipëria nuk e bën këtë gjë. Po. Shqipëria bile nuk ka as marrëdhënie të mirëfillta, domethënë që janë larg pamësme të ekonomisë, edhe atëherë ku kishim krizën e grurit ne. Prodhon Kosova grur, domethënë ne merrim nga Serbia për 5 cent më pak, e kupton që është nuk e di domethënë sa idiot mund të jesh. Sepse në fund të fundit kur vjen puna për të bërë atë llogarinë, puna, domethënë secili bën llogarinë e lekëve valla. Kështu që prandaj ti si shtet duhet të krijosh mundësitë që produkti vendas shitet i pari. Po krijon mundësi ekonomike, jo të vesh ai ti thuash, shiko, ble produktin shqiptar se je patriot. Që këto janë gjëra, ai është konsumator, ai ti kaloj muajin. Aty që ka produkt shqiptar duhet të thoshte mund të bësh të zero atë
drejt takse se sa drejt lek marrim ne nga shitja e zarzavateve dhe frutave shqiptare, nuk është se përfiton ndonjë gjë buxheti i shtetit nga ajo, ose nuk është shumë, pama ti jep ndihmë atij ose thjesht mbështetje që ti thuash, "Bre vlla, bëre kaq, vjen tjetër më shumë." Kështu bëhet ajo. Thjesht me kjo do të pak ekonomike, qoftë bëre zero e taksave. Po kjo do pak dhe mirë organizëm nga ana tjetër për shkak. Unë mendoj që do jetë një ligj vërtet shumë i mirë dhe shumë i thjeshtë për të implementuar, që do të thotë që shumica e shqiptarëve domethënë keni parasysh 7501-shin ka 10 rënj këtu, 2 rënj atje, 5 rënj atje, 6 rënj atje. E që jam e thjeshtë mund të bëhet vëlla, e thoshë okay vëlla. Se kjo është pak e majt, kështu që nuk është normale për mua, po që prapë e them se mendoj që është një nga idetë më të bukura që më ka ardhur ndonjëherë, që më shumë mundësi ta ketë pasur edhe një tjetër përpara. Nëse ju jeni 10 shtatarë vëlla, keni një faqe kodre po zëm. E parasysh, nëse ju arrini të formoni një organizat të gjithë bashkë, kooperativ. Një si tip kooperativ, po private, domethënë është juaja, nuk futet njërin. Edhe nëse ju prodhoni një sasi X, domethënë, dhe këtë e keni të vërtetuar gjithë që i keni sistemi funksionon, domethënë, që është një cop letre. Domethënë, ku janë të gjitha ato pjesëmarrësit, aksionerët e tjerë, ju e keni taksën zero. Kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë është. Në qoftë se juve kultivoni një filan bim, domethënë, kjo sepse Shqipëria është e bekuar vëllai në një kodër që bën ullin, domethënë, nuk të ndalon asnjë gjë të mbjellësh pallatë e anës ullirit. E kupton? Që i bën shumë herë më shumë mirë natyrës e tjerë, të gjithë ambientit për të gjeneruar sa më shumë, vi më shumë insekte, ikin të tjerët, gjenerohet tokat, i gropos ato të vjetrat, mbjell të rejat. Në një mënyrë të tillë, domethënë, nëse kjo gjë funksionon dhe janë të gjitha ata të përfshira aty, çfarë duhet i merriti zanave që shet edhe merri çon te aeroporti i ble për 15 euro. Të rregullatori të bëj gjërat, të vëj ato, domethënë rregullat. Po tallmeti aty kushton 50-60 euro. Në rregull, kupton, ka mund njerëz që tjetër që ndoshta edhe si është. Pak rëndësi kanë valla, ore aty bravo i qoftë, se kupton se më mund e ka bërë nuk e ka vjedhur njeriu, kupton, nuk i bie njeriu më qaf, po ideja është që duhet të ketë një farë lloje iniciative shtetërore që të japë një shtys, që t'ja deri tani domethënë është ideja që ose do rim bashk ose do vdesim, po shteti bën çdo gjë e mundshme që mos të rish bashk. Duhet të kesh iniciativë nga ana e shtetit që thotë që juve nëse bashkoheni së bashku dhe nxjini një produkt të matshëm që i plotson disa norma, e kupton, nuk përdorni plera kimik të dëmshëm për shëndetin, nuk e kalon nivelin e nitratit, e ke parasysh nëse norma të plotësohen. Ju literalisht e keni taksën zero valla. Kupton? Përveç subvencioneve të naftës e tjerë. Në fund të fundit duhet thënë se ne kemi mësuar historia para 50 vitesh, por ne akoma jemi vend bujqësor. Ne akoma jemi bujqësi të blegtori, nuk kemi akoma nuk. Okej, po mundohemi të kapim turizmin, po mundohemi çik dalim. E sforcuar, dalim, po çik të sforcuar dhe kjo që çik më shumë edhe ato bëhen çik më goxha po mundohemi, po nuk kemi akoma aty, domethënë ne akoma duhet e para bazën mos ta prishim, që është Baza jonë vazhdon të mbetet e njëjta si në mesjet. Baza jonë është mercenar. Kemi pas luftuar për sultanin edhe për Bizantin në një farë kohë, sot punojmë për Gjermanin, për Italianin dhe çojmë lekë në Shqipëri. Baza kjo është tregu i lirë, Jeni treg të lirë, nuk edhe përpara tregu i lirë ka qenë. Në perandori s'ka pasur kështu kufi, e kupton. Kështu që ne të njëjtën gjë kemi bëjmë zakonisht në të gjitha periodat e historisë, domethënë nga gjëra kemi bërë. Një predominancë e madhe domethënë është mercenarizmi. Sot është ekonomik, më përpara ka qenë luftarak, ndryshimi as pak, asnjë gjë. Thjesht e ke shansin më të madh tash për të kthyer edhe të jesh në jetë. Kurse për sa i përket bujqësisë së vektorisë, domethënë ideja është se frika më e madhe që ka mund që ka filluar në predominancë është për shembull sidomos në ultëstirën e poshtme të lushnjë në fierë etj, domethënë futen edhe fara të ndryshme që i nxjerr Bayeri këtu, i nxjerr. E ke parasysh që janë ato preshët si kështu, si drugardhi që ti biesh në njëri ta mbrapa koke me atë legjus mak, do kur jemi pasur preshën e vogël, mirë që kënaqesh domethënë, që preshi, e kupton tani çka muhabeti bën në muhabet preshi. Jo më tani për gjërat e tjera. Don, jemi vend i bekuar që janë 1% si përfaqes toksore ku bëhet ulliri. E kupton? Tashi çfarë do ti më nga ai lart? Çfarë do ti më nga ai lart? Ti je një nga këto kaq pak vende ku ulliri bëhet dhe jo ulliri do si do, si ulliri tunizie. E kupton që merre vetëm për të bërë pica është, ose s'është për as për dhungrën as më gjë, por ulli tamam valla.
që e ke në çdo lloj mënyre, si për vaj, si për të ngrënë, si për ta përgatuar, si për ta ngrënë ashtu siç është domethënë ti i ken me dita vend aq e vogël sa Shqipëria. Ç'a do më? Ti si ullirit tonë është. Ç'a do më? Edhe dorë ato skandale të vjetë par vjetë domethënë jo po kanë shtuar ullime vaj tjetër. O vlla, ku është kontrolli më? Si e lejon ti të prishit tregun? Nuk ka kontroll se ti je një fëmijë. S'ka më vlla, fare, zero kontroll. Mban jetë në Kuçova vlla, ishte njëri filan në Kuçov vjeta par vjet po të bëjmë atë kapën. Kap një me kështu me ca fuçi plastike kështu. Po kjo është çmendurim valla, kjo nuk do të jetë. Kapën këta të stopit, çan, fiksit, çan. Pak rëndësi ka kush e kapi. E kapi ai që s'duhet ta kishte kapur. Do ta kishte kapur dikush tjetër. Edhe imagjino sa do të tjerë ka që s'janë kapur, se ajo ka, po sa ka kështu që bëjnë vaj makinash edhe si janë me ujë. Patjetër më, po ka dhënë gjë tjetër më valla, nëse siç e them për nga ligji janë gjithë tokat shpërndara, nuk ka asnjëri fuqinë e madhe se kjo është divide and conquer. Për çfarë s'ndo? Nga që shumë kanë toka të vogla fare, nuk ka asnjëri nuk bën dot Gastra. tamam gastra. Me gjithë këto dalim në tema të tjera të keqen sepse unë që kam se thua do të thonë se konflikt interesi, se unë jam ardhacak. Se janë këto Po kemi ardhur nga jugu i thellë. Edhe që kishin natën verjet. Edhe kam konflikt interesi që të them, po ligji 7501 ka qenë një nga krimet më makabër, më mizore që ka bërë populli shqiptar. Jeri, mo edhe unë kam konflikt interesi në atë pa fare pikë se shumica jonë nuk ka pasur tokë. Ose minimumi nuk ka pasur atje ku i marr. E mo ne po flasim tani çfarë është. Ne po flasim drejt se nuk ka rëndësi çfarë. Edhe ajo ka qenë, po thënë, interes. të kem unë 5 rënj, 4 rënj nexhi, 12 rënj ti, edhe hajt tani të dalim të bëjmë trege, të bëjmë buqja apo ku ta dim. E kupton, është çmenduri valla. Është Ajo çmenduri ka që qenë- ka ka qenë një- ajo e ka vrarë bujë shqiptare ligji- më shumë nga çdo lloj që e Ligji i pabuksve që na ka rënë akoma të pabuks. Tamam. Është ligji uris ju. Ligji i uris. Ma do se diçka ka pasur që kemi përmendur edhe në jepi gaz. Unë shërim problema. E kemi folur herë të tjera. Problemi më i madh nuk ka qenë vetëm sepse u bë ligj ashtu siç u bë, por thjesht liria që i ka dhënë ligji. Tani të budallën ato kohë, se edhe nuk dinin ella, nuk e kishin dhe fajin. Tash jo po pse? Pse ti marrën tu? Unë dua çik nga kjo këtu, çik nga ajo atje. Dua edhe një çik shirshi, një çik pullin, çik vreshte, kupton se do i bëj gjithë ato, do mbajnë veten, e kupton kështu. Goxha naziste domethënë, të jemi self sufficient. Domethënë mos na duhet asnjëherë që është idiocia më e madhe numër 1 domethënë, edhe që asnjëherë nuk ka funksionuar domethënë se edhe në shumë fshatra, po ta vësh reti, njerëzit vinin blin domate po. Vinin në qytet, blinin domate, blinin kastavece, iknin në shtëpi se kishin vreshta, kishin ullinje, nuk funksionon asnjëherë ajo gjë, kupton? Sepse nëse ti e bllokon aktivisht rotacionin ekonomik, sidomos në bujqësi domethënë që është një nga më të rëndësishmit, është ajo është thjesht çështje kohe. Dhe nuk është çështje kohe si ku dijon geopolitizma që zgjasin nga 50 vite, po është literalisht punë 6 muajore. Fund 6 muajsh vëlla ti nuk i ke më resurse që do të shkosh, do i blesh te dikush tjetër. Kaq e thjeshtë. Pa filluar ti ka qenë pjesa tjetër pasaj që ka pasur këto që janë nga Ceriku kur ikën për poshtë pasaj që kanë qenë zona spektakolare për të mbjellur vreshta. Edhe i kanë kthyer në ullishte tash. Që nuk ka asnjë gjë të keqe, kupton, po që ku do bëhet vreshti. Bën edhe bërë, atje edhe Vlora bën rrushe, kupton, po që tjetër gjë atje. Kupton, bën lagështim më shumë diell, kodra me val, më e thjesht për të punuar. Se në Cerikë e vllaj është si në Francë, ku është ato rrokullisen kodrat mbas kodrat, njëri farkoi ka qenë plot me rrushe. Edhe zarzavate etj si kanë pasur edhe rezervuare etj ato. Po që janë ato se thosh mikroklima që janë specifike dhe janë të arta për një prodhim të caktuar. Edhe ne kemi zhdukur valla. Siç bëhet ulliri tavolinës që siç bëhet në Berat nuk bëhet në asnjë vend tjetër. Nuk e pasur qershit që janë bërë në Berat spektakolare, kështu duhet si moll në kohën e artë të tyre domethënë. Nuk bën një vit i shkulin. Nuk çdo zonë ka të vetën. Shumë fuksi ka pataten, ka gështenjat, ka të gjë. Domethënë çdo zonë ka të vetën, ka rëndësi. Zonat afër Brejdetit kanë rrushin, nuk puna është që në momentin se më themi atë që është, nuk përse marr shumë vesh nga bujësia për çfarë ndodh në Shqipëri etj. Po. Që në momentin që ti shikon video, fshatarët i hedhin mollët në kanal, ty kuptojnë që është sistemi dështuar. Ka diçka që s'funksionon, ka diçka. Absolutisht. Është çfarë dështuar, bashkë me sistemin. Ti je shikone edhe të dhëm në zemër. Imagjino aty që ka hedhur mundin edhe më thënë është vërtet edhe investimin në të gjitha, po, shumë më trisht.
Shiko, përveç mikroklimave që janë është zakonisht shumë drejtë, edhe këto që gjithë secila ka vendin e vet, por ka një rregull për to. Pemtaria zakonisht domethënë që janë në nivel përkushtimi të vogël, mbillen zakonisht në terrene të vështira. Se sa duhet domethënë pat punë, edhe puna atje çohet në një mënyrë të tillë domethënë që ti prapë mund ta bësh punën, sepse ullirin mund ta mbjellësh në taraca valla. Edhe qershin mund ta mbjellësh në taraca. Edhe gështënjën mund ta mbjellësh në pyll valla, pa pasur taraca fare se nuk kushton asnjë lloj gjëje. Nuk e mbjell dot rushin në taraca. E mbjell, është që ka bërë Italia, domethënë. Po do dalësh, ç'a lidhje ka kjo? Që zonat që janë kodra të buta dhe fusha përdoren zakonisht për kultura që kërkojnë që janë të shpejta, sator, domate, prerë, i bëjnë për të punë të muaj, të futin makina, të punoj gruri, e kërësë që futin ato kombajna që mos të bëni si në kohën e Xhaxhit që i vilnin me drapër, ato e kornin grurin me drapër e i mbilin në kraj, çorin atje, i kupton për kodra, se ku dallin. Në fushë, vëlla futet makineria, mbaron punë. Kurse ullirin në vëlla ti thjesht çon rrugën atje, e kupton? Çon një rrugë për 10 parcela, çon një rrugë, vetë gjithsesi atje mbjell, pap e nxjerrë deri sipër me makina transporton, siç do në Itali, ndodh kudo. Po. S'u mbjellësh vëlla në Buzmali, në përkodra të thepisura mbjell pa frikë pemtarin. Mbjell ullin në lushe dhe në fjerë në fusha. Ç'a idiotësi është kjo? Qershi, why? Pse? Po ku do mbjellë domatja? Sa atori? Do marrë nga greku. E kupton? Ne kemi to fushat e tjera këtej nga ana sipër me domethënë marrim valun e diellit, marrim nga Maqedonia. Kupton? Ne kemi territor spektakolar për mbjellur e diellit. Nëse kuptoj ku e keti, po këta më shumë teknikalitete, janë gjëra shumë teknike më të vogla që kanë rëndësi, po në momentin që nuk funksionon tregu, nuk funksionon lidhja networku, domethënë i këtyre, ajo nuk ka rëndësi se ti mund ta bësh çdo frut në vendin që takon, mund ta bësh siç duhet, orë kitërisht me kokë. Dhe kushteti të siguron tregun, apo nuk të ndihmon me subvencione me siguron shtetin. Shikoj, shteti është shteti nuk ka rëndësi fare, sepse shteti bën atë që do të di. Nëse ti plako bën 10 kuintal moll edhe pret, fëmijë nxjerr 100 arka dhe pret, derisa të vinë njëri ti blej, kalojnë 3 ditë, fillojnë të fishin ato në bend dhe jeth në perrua, e ke fajin ti se ka fajin shteti edhe. Sepse ti e ke votuar atë shteti që është aty. Mirë. Të ka ardhur. Ma bëj për nxjerrësh, kjo është muhabet tjetër, pastaj me këtë jam mbyll mund ta mbyllësh çdo muhabet. Jo, po sa atje. Je dakord me ty, po kush më mbyll çdo muhabet, me këtë e gjetëm zgjidhjen. Ktu e filloi. E kupton? Jo, jam dakord, po që po e tham këtë, për çdo problem pastaj thua ti e ke votuar, ti vetë ke fajin. Thu pra Shënderbeu në momentin që e kupton që ti e ke fajin, unë shpresoj që të kuptosh që ti e ke dhe fuqinë, sepse nëse ti e ke pasur fuqinë për të bërë këtë faj, këtë gabim që të ka çuar këtu, automatikisht kjo nuk kupton që ti mund të bësh diçka tjetër, që është ndryshme nga ajo që ke bërë tani, që të sjellë një konkluzion tjetër. Apo, është matematika valla. Nëse 2 + 1 nuk bën 4, atëherë 2 + sa bën 4. Hajde të provojmë një mënyrë tjetër. Hajde të provojmë 3-shin? 5. Okej. Hajde provojmë 2-shin. 4. Bravo, doli. Ka që thjesht është apo? Nuk duhet, unë mendoj që si bujku, si blektori, si ai që bën IT, si inxhinieri, si arkitekti, si letrari, duhet të ndahen ato pjesa, jo pas më siguron shteti mua tregu. Kush je ti më dha të sigurosh ti? A do ti? Ç'a ke bër ti? Ti ç'a ke bër valla, person? Është shumë e thjeshtë edhe s'ta ka bër rrugën mua. Sa letra ke çuar në bashkëti? Po nuk lexon, nuk ta hap njëri derën. Mirë valla, merre kushuririn. Merre vllajin, merre babin. 1, 2, 10, 15. Pse valla ta të tjerë që janë këtu jemi ne ça, më të mirë nga ne janë. S'pak, ashtu fillon çdo gjë. Ti po merr atë shprehjen e JFK Kennedy ka thënë atë? Thotë mos pyet ça po bën shteti për ty, po ç'a ke bërë ti për shtet, ose ça bën shoqëria për ty, po ç'a ke bërë ti për shoqëri. Po te do potato, mirë, dakord se edhe me këtë aspekt mund ta marrësh. Është Ferdinand Porsche. Porsche, po. Bëje mirë, bëje vet. Bëje mirë, bëje vet. Se nuk është një reklam shqiptare këtë duket. Se nuk është me Gateku kjo. Not a sponsor. Kjo për kthyer, po. Sa ja tha pak ndryshe, po që thelbi ai është. Shiko, gjitha ideja është unë gjithmonë i them të kërkes për çdo gjë. Ndryshe nga një punëtor në call center apo një kamarier në Tiranë, domethënë që kur voton edhe bën nuk i shikon dot ndryshimet deri në 4 vitet e ardhshme, këtu do pa kohë, derisa të
i rritet dëmi atje. Do që nuk ka rregulluar rrugët apo është rritur taksa apo tjerë. Fshatari e shikon çdo 6 muaj, për shembull. Në qoftë se këto persona domethënë prapë refuzojnë të vendosin shiko. Ato mollët, ai shembulli është më i bukur nga gjithë. Se ka pasur edhe në ushqe kanë hedhur qumshin në rrugë, kanë hedhur sallator në autostradë, domethënë duke bllokuar rrugën vetëm se kishin tjerë. Po pse molla pse jemi kaq dramatik ne, se jemi në shumë shakespeariane, Helmoni, oh, baba. Jemi Ballkan, gjithmonë do jemi dramatik. Mi baba do bëhemi. Ne kemi lindur zhivon, ne kemi lindur nga tragjedia. Por njëri ka thënë Shqipëria do bëhet, ka thënë. Për te asaj, po ne kemi lindur nga tragjedia si popull, që nga tragjedia themi Helene, që nga tragjedia homerike, Odisea, kështu me radhë, ne si popull, nga ato zonë vim, nga ato anë, kështu që si do qoftë. Se ne ata na quanin barbar. Po mirë pra se tani ata na quanin. Odisea tani ishte pirot tani, ishte fare grek, ta marrin holl, po hajt. Ishte më shumë tragjedia. Ideja është domethënë që edhe pse kemi ardhur nga tragjedia, domethënë që ne duhet të manifestojmë si një Stockholm syndrome domethënë. Me që kemi ardhur nga tragjedia, vazhdojmë të jetojmë tragjedi. Është problem tjetër pastaj shumë i gjerë dhe do trajtimi çik më kështu, më profesional. Na duhen shumë tavolina për ta qartësuar. Na duhen shumë tavolina. Me që përmendëm çik përpara këtë se po në bujqësim, po pjesën e turizmit, jam çik kurioz. Po këto ndërlidhen. Se kemi të paktën ja 3 vite më duket që jemi kështu sikur na ka marrë çik koka herë me këtë pjesë të turizmit. Okej, mbyllim të pjesën e bagti dhe bujqësi. Po, bagti dhe bujqësi, pjesën e turizmit. Po, gjë ndërlidhen. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.